Auditimi i kontrollit të lartë të shtetit ka gjetur shkelje të përsëritura në autoritetin portuar të Durrësit. Nga raporti, rezulton se këshilli drejtues nuk ka funksionuar në mënyrë të rregullt, ndërsa këshilli konsultativ nuk ka qenë funksional, duke sjellë mungesë të këshillimit profesional në vendimmarrje. Po ashtu janë konstatuar shpërblime për anëtarët e këshillit drejtues pa miratim nga Ministria e Linjës dhe në kundërshtim me legjislacionin për konfliktin e interesit, si dhe mos miratim të shpërblimeve për anëtarët e këshillit konsultativ. Njoftimet të bëra publike mediatikisht theksojnë se në fushën e prokurimeve publike, kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar kriteret të papërshtatshme, kualifikimi dhe kontrata të lidhura me operator që nuk plotësonin kushtet. Janë konstatuar pagesa pa faturë tatimore, pagesa jashtë afateve dhe mbi vlerën e kontratës, ku vetëm për të VSH-n janë paguar më tepër 232.965.000 lekë, si rezultat i konvertimit të gabuar të monedhës. Gjithashtu janë evidentuar pagesa për parkime me vlerë 1.184.000 lekë dhe mos aplikimi i penaliteteve për vonesa në vlerën 55.608.000 lekë, si dhe pagesa për shërbime pa procedura prokurimi dhe dokumentacion justifikues. Në menaxhimin e fondeve publike, auditimi ka konstatuar mungesë ekonomiciteti, eficiencë dhe efektivitet në vlerën 235.362.000 lekë dhe 549.059 lekë, si dhe të ardhurat munguara me vlerën 838.818.000 lekë. Po kështu probleme kanë patur dhe në menaxhimin e aseteve dhe inventarit. Sipas të dhënave nuk janë analizuar për qorëzim pasuri në vlerën e 497.870.000 lekëve, ndërsa për inventar të përdorshëm në vlerën e 71.078.000 lekëve nuk janë ndjekur procedurat e asgjësimit. Shumë kontrata janë përfunduar në praktik, por jo formalisht, duke krijuar të ardhurat munguara. Në fund të periudhës, niveli debitorëve arriti në 796.534.000 lekë, nga të cilat 348.057.000 lekë janë në procedurë arrektimi, theksojnë njoftimet.